Territori i Kosovës për datën 1 qershor 2026 do të karakterizohet nga moto relativisht i paqëndrueshëm me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave, ndërsa në disa zona priten rreshti të dobta afat-shkurtra gjatë pasdites. Paraditja do të ketë intervale me diell në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa pasditja mund të sjellë shtim të vranësirave dhe rreshti lokale në disa rajone. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 12 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 29 gradë Celsius. Era do të fryhej lehtë nga drejtimi veri-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar deri i lartë rreth 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:58 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:04 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 13 deri në 28 gradë Celsius. Podujev, 12 deri në 27 gradë Celsius. Skënderaj, 13 deri në 28 gradë. Pej, 14 deri në 29 gradë Celsius. Prishtinë, 12 deri në 28 gradë. Gjakov, 15 deri në 29 gradë Celsius. Malishev, 14 deri në 29 gradë. Gjilan, 12 deri në 28 gradë Celsius. Ferizaj, 12 deri në 28 gradë Celsius. Kaçanik, 11 deri në 27 gradë Celsius. Suharek, 14 deri në 29 gradë. Prizren, 13 deri në 29 gradë Celsius.